A mendoni se me shpalljen e kandidaturës së Gerda Manastiliu dhe hapjes së garës për Bashkinë e Tiranës, Erion Velia i është djegur përfundimisht nga ana e Edi Ramës sa i përket aspektit politik? Ka mbaruar Erion Velia në Partinë Socialiste. Është mbyllur kapitulli i tij. Në Partinë Socialiste, në Partinë Komuniste, më fal se po gaboj shumë dhe e tërheq. Në Partinë Komuniste që qeveriton Shqipërinë, udhëheqja e partisë është Zeusi. Nuk ka asnjë kënd që ti kundërshtoj ujkut Alfa. E dini, Kopeu u qenë Lukunia ka një ujë kryesor që quhet ujku Alfa, ai që udhëheq trupin. Pra, Edi Rama është ujku Alfa. Nuk ka asnjë kundërshtar, sepse s'ka marrë rreth vetes njerëz të aftë dhe me personalitet. Ka marrë ça të them. Ka marrë për shembull ata që i kanë thënë grekët, mori dhe bëri prap la Pirolëngun ministër të mbrojtjes. Është ky Edi Rama që buri busin e Miçotaqit në Derviçan. Po kur që Miçotaqi që se po kalojmë nga një temë tjetër, po janë të lidhura. Miçotaqi ishte ai që në 92-shin priti Miloševićin në Athinë dhe mbas asaj vizite filloi fshesat me emigrantët shqiptar. Pra armiku i betuarit i kombit shqiptar është pushteti dhe kisha greke. Ata Edi Rama sepse për ata merr urdhra. Pra mos prisni që Edi Rama ose kjo Manastiliu të bëjë ndonjë harakiri dhe që t'i kundërshtojë Edi Ramës, mos o zot, për 100.000 vjet. A ka gjasa që Erion Velia i të rikthehet në politikë duke nisur fillimisht me denoncimin e dosjeve dhe aferave korruptive të Edi Ramës, dhe sa gjasa ka që Erion Velia i mund të flasë kundrejt Edi Ramës? Erion Velia i ka folur, dosjet janë plot, Erion Velia i ka thënë të tëra, por janë futur në kasafort me urdhër të Edi Ramës, dhe nuk ka që bën Erion Velia Edi Ramës. E di mira i që s'ka që bën. Sepse po i qoj Erion Velia deklarimit, i ka deklaruar të Spaku dhe të Byroja Kombëtare e Hetimeve. Ata u kanë mënqelësit, nuk i nxjerrin. Po ju them prap, Edi Ramën nuk e mbajnë në pushtet, e mbajnë masonët, e mbajnë iluminati. Këtë ta fiksojnë mirë shqiptarët. A mendoni se ka pasur një koordinim midis Spakut dhe Edi Ramës pasi 24 orë para se të mbahej Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste, Spaku dërgoi në gjykat çështjen e Erion Veliajt? Me saktësi kompjuterike. Gjithçka është e mirë organizuar dhe mirë llogaritur nga Edi Rama dhe nga specialistët ebrej që kanë në kyçypar. Janë të mirë llogaritura. Pra Edi Rama di mirë se ç'bën. Po kush mund të jetë kundër veprimi i Erion Veliajt në këtë rast, duke qenë se tashmë pothuajse është i azjesuar politikisht? Është një gjë s'ka të bëjë. Ai është në burg kur zotëri. Ai do dënohet çka kundër veprimit do bëjë ai. Ai do dënohet e ka dosje plot. Me çati ai dhe sikur i pafajshëm të dalë, dhe të dalë nga burgu është letër e djegur, s'ka njerëz mbrapa se këta kanë një gjë komunistët shqiptar. Kur e shikojnë që të ka rishkritur këmba, këta nuk t'i japin dorën, ta të bëjnë shqemin më tepër. Dhe këtë Erion Velia e di. Erion Velia e di që s'ka pasur miqi dhe shok, ka pasur interesagji dhe Sahan Lepirës që i mbante me para. Ata si kamë, parat si kamë, çfarë do të bëj, ku do bëj? Nuk fiton më gjë Erion Velia. Tash është letër e djegur. Prandaj Edi Rama e het vallë si do qeti atje. S'ka opozit natyrisht, nuk ka opozit. Ata legendat e opozitës që thanë nuk njohëm zgjedhjet ata sot do vënë në parlament. Nuk kam, jemi në një gjendje që çuditem pse vonon Nepali në Shqipëri, këtë s'po kuptoj.
Zoti Islami, a ka një njeri apo një politikan apo një zyrtar brenda Partisë Socialiste i cili mund ta rrezikojë seriozisht Edi Ramën? Jo. Absolutisht asnjë. Nuk ka. Pra Partia Socialiste praktikisht është një tokë e djegur sa i përket pasardhësit për drejtuar këtë forcë politike. Zotri, Partinë Komuniste Shqiptare deri në 90-ën e mbajti muri Berlinit. Mbas 90-ës e mban në fuqi Iluminati dhe masonit. Nuk e gjën gjë. Nuk lëvizin, s'ka konkurrentaj. Konkurrenti ati do dalë vetëm kur të vendosin ata ndej, ata në oqeanit, kë do të sillin edhe të thonë do për të këti tani. Kështu bëhet. Edhe ai plaku mere që dele dhe vërtet e ulëret ditë për ditë nga çdo të hënë kur del në orën 12, edhe del e flet shumë e sot asgjë, se këta e kanë me mënyrë jetese dhe mënyrë komunikimi atë lafologjinë që të flasë shumë, po të mos thonë gjë. E kanë mbështetje absolute ata. Ai nuk ndihet më. Ata do vënë në parlament të marrën lekët, të marrën rrogat, do vënë të bëjnë ligje që të ta fundosin akoma më shumë popullin shqiptar, dhe mirja bëjnë se është populli vdekur e pambuluar. Kaq. Zoti Islami, presidenti amerikan Donald Trump i ka shpallur luftë George Sorosit, djalit të tij dhe gjithë fondacionit Soros, i cili ka po themi ka ushtruar ndikimin e vet në vende ndryshme të botës, por edhe në Amerikë. Ju si mendoni, një goditje ndaj Sorosit, a do ishte një goditje edhe ndaj kryeministrit Edi Rama? Sorosi, ashtu si Edi Rama, është qirak dhe zëdhënës i masonëve. Do qërohet Sorosi, do vi një Soro tjetër. Nuk na intereson fare se do bëj Trumpi me Soros. Soros zotri është një njeri që ka disa miliarda pasuri, që mund të blej këdo atje, cilin të doj, se mos i kujtoni se janë të pakorruptueshëm ata të ambasadës, atë pushtetit amerikan. E pati se të bëri me një oficer të FBI-s e korruptoi Edi Rama. Jo mos korruptoi Sorua me ato miliarda dollar që ka, mos korruptoi gjyqtarët e prokurorët amerikanë. Megjithatë, është një çështje e tyre, është një çështje e brendshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U takon atyre të gjykojnë dhe të hetojnë dhe të marrin masa për çfarë do ndodhë në shtetin e tyre dhe me politikën e tyre. Ne jemi asnjë gjë për të gjykuar dhe për të menduar se çfarë do bëjnë amerikanët. Ne Amerika na lënë në pushtet këta maskare që janë. Kaq, ka 81 vjet që po i lënë në pushtet, edhe nuk po i prek fare, nuk po i lëviz hiç. Dhe na ruat ne që kemi djemt në Amerikë, asnjë s'kemi ne. Po me opozitën, çfarë po ndodh, teksa nga njëra anë kreu i saj, Sali Berisha, ka deklaruar se nuk i njeh zgjedhjet, dhe nga ana tjetër shkon në parlament, pra ishte sot në parlament që në ditën e parë dhe do të jetë edhe në seancën e pasdites së ditës sotme. Çfarë po ndodh konkretisht me Partinë Demokratike, ku nga njëra anë nuk i njeh zgjedhjet dhe nga ana tjetër do që të jetë në parlament? Parti i shitur, inexistente, grup i strukturuar, kriminal, kundërshtar në thonjza, kundërshtar në interesa ekonomike me Edi Ramën, por jo në ideologji dhe në politikë, janë bashkë. Derisa vajten në parlament, tregojnë që janë të pa fytyrë. Janë më të poshtër ata dhe më të pa fytyrë ata se sa komunistët e Edi Ramës. Se ata janë ca komunistë të langaraqët, që i bën u jep fuqi fakti që grumbullojnë rreth njëri tjetrit. Se ata as program s'kan, as ideologji s'kan, as e gjë s'kan. Thjesht vend për të marrë para, për të vjedhur. Dhe do vjedhën dhe ata sepse janë budallëkta. Dhe logjika e tyre është që Shqipërinë e kemi bashkë, hajde t'i ndajmë gjërat së bashku. Këtë po bëj.